Ulsen e të akuzuarit ish kryeshefi i Kekut Nagib Krasniqi e zuri herët në mëngjesin e së premtës. Pas pak, ky priste që të fillonte gjykimin në cilin bashkë me Yusuf Zeinën, akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare duke dëmtuar buxhetin me vlerë prej 37 milion euro. Por kryetari i trupit gjykues që në fillim konstatoi mungesën e avokatit të Krasniqit. Na ka njëftuar që ka dërguar një kërkesë për shtyje të kësaj seance, pasi që bashkëshortja e tij ka pas një aksident trafiku në Gjermani. Megjithëse mungesën e konsideruan si me arsye të bazuar, trupi gjykues Krasniqit ja ofroi një mundësi. A dëshiron të ndrojë avokat apo dëshiron të ndrojë avokat? Por përgjigjja e të akuzuarit në raport me avokatin që e ka me detyrë zyrtare ishte e qartë. Kështu trupi gjykues vendosi që seancën e radhës ta caktoi për një datë të muajit janar 2026. Seancën e parë që do ta caktojmë, do të vazhdojmë, do të bëhet vetëm fjala e hyrëse dhe pastaj qëndrimi në raport me dëshmitarët, meqenëse është numri i madh i dëshmitarëve. Datën e re prokuroria speciale e pranoi, por ndaj palës tjetër e pati një kërkesë. Përkundër faktit që nuk mund të jem e sigurt nëse mund të jem unë prezente si përfaqësuese e prokurorisë apo jo, por gjithsesi të kujdesem për zëvendësimin tim, por në të njëjtën kohë, në mënyrë analoge, kisha dashur nga gjykata që të kërkoj edhe nga ana e mbrojtjes të veprojnë po të njëjtën mënyrë, që mos të kemi prolongime të tilla. Sipas aktakuzës së ngritur në dhjetor të vitit 2024, Krasniqi në cilësinë e drejtorit të Kekut dhe Zeina si përfaqësuesi i kompanisë Rexhepi Zeqiri Zeina, me veprimet e tyre i kanë shkaktuar buxhetit të shtetit dëm prej 37 milion euro.